nuk mund të ikim asaj çka po ndodh në Ukrainë, në luftën, disa e quajnë konflikt. Është konflikt apo luftë? Luftë, konflikti dhe lufta ku ndryshon. Mua më kujtohet luftën në Maqedoni ka pas disa tentativa që të mos e quajnë luftë, por një konflikt që ka qenë mes dy etnive brenda. Po, ajo ishte një konflikt që u kthye në luftë. Si më thënë, është një kohë që unë e mbaj më të mirë shumë edhe ju e mbani më të mirë shumë, domethënë. Dhe në vlerësimi i atij konfliktit solli dhe lufta. Por në Ukrainë vërtet është një luftë e ashpër. Jemi në vitin e 4, hymë në vitin e 5. Nuk e kishim parashikuar kaq çdo të gjast. Po kanë qenë shumë faktorët që në vend që t'i hedhin ujë zjarrit i hodhën benzinë dhe ai zjarri u zgjerua shumë. Për kë e keni fjalë? Po shumë dëshit, për kë, shumë e gjatë domethënë. Nëse do të kishte pasur do të kishte pasur marrëveshje 2 muaj më vonë se kishte filluar konflikti që u ulën për të biseduar në Turqi në Stamboll dhe u arrit në 98% e marrëveshjes që do kishin qenë 98% më mirë për Ukrainën e sotshme se në atë kohë, do të kishim pasur edhe paqe, do të kishim pasur edhe përfundimin e luftës, do ishin vrarë kaq shumë njerëz dhe Ukraina s'do kishte humbur 1/4 e territorit. Kulla, në rrafshin diplomatik e asaj çka po ndodh, shumë analist, por edhe kemi një deklaratë të fundit të një historianit të njohur, Timothy Garton, i cili shkruan se po bëhet një pazar i rrezikshëm në kurriz të Ukrainës mes shëvas presidentit Donald Trump dhe atij Rus Putin. Po mirë, zoti Garton ka opinionin e vet. Çështja është në luftë, pastaj kur jemi në vitin e 4 të luftës, pra edhe 2 muaj hymë në vitin e 5 të luftës, në luftë ato që vendosin kushtet për shkuar drejt nuk ka kur një paqe të keqe apo një paqe të mirë, ka vetëm një paqe të mirë, po me kushtet e rezultatit të luftës. Rezultati i luftës fatkeqësisht nuk është i mirë për Ukrainën, ka humbur 1/4 ose 1/5 e territorit vet, pra gjithë lindjen dhe gjithë pjesën jugore, përfshi dhe detin Azov që ka qenë një rol strategjik. Në javët dhe muajt e fundit humbet çdo javë nga një qytet të madh. Ka humbur disa nga pjesët kryesore të frontit, ka humbur tërësisht Luganskun, ka humbur 95% të rajonit të Donetskut, duke llogaritur këtu që ka humbur 80% të rajonit të Zaporizhës, dhe pastaj është ai rajoni jugor, pa futur këtu Krimen, cilën e ka humbur në 2014. Dhe pra gjithë Donbasi